Po, duke parë sistemin, duke parë mënyrën se si ka operuar Shqipëria, tha zoti Andoni, për 30 ca vite, partitë sillen rreth e rrotull të njëjtëve individ, pak më tepër dhe pak më fort. Kryeministri e ka të gjithë situatën në kontroll brenda Partisë Socialiste, e shpreh dhe hapur lidhjen e tij, siç u tha, parti shtet dhe parti kryeministër, pra ai i lidh gjitha me postin e tij, kështu që çdo deputet aty është i varur në atë parti nëse ka bekimin apo jo të kryeministrit, kjo është e qartë fare. Gjithashtu, mënyra se si Partia Socialiste e ka humbur, ju e dini më mirë, ndryshimet midis para vitit 2005 dhe mbas vitit 2005 janë si nata me ditën Partinë Socialiste. Nuk di më të ketë dorëheqje, nuk di më të ketë zgjedhje brenda kësaj partie, nuk di më të jetë zgjedhur dikush me vot brenda anëtarëve të strukturës, gjitha janë vendosur nga Edi Rama dhe është kjo situatë e cila përkthehet me pushtete, me klientelizëm dhe me mënyra formash dhënie pushteti në 12 vite për të konvertuar në vota dhe për të konvertuar në individ të cilët futen në parlament.